Qyre, ka mundësi që ka keq kuptim në komunikim, po kjo tash na duhet pak studim se me gjetë ku është problemi. Për ndryshe, ju e dini që pushteti, partia në pushtet, e ka pas në dispozicion një propagandë dhe një ushtri të organizume. Në anën tjetër, unë ja u spjegova, unë për diçka jam shumë e sigurt, që qëndrimet tona kanë qenë dashamirëse dhe kemi qenë të binduna që jemi të i kontribu një kauze shumë atë madhe. Do me thënë, kjo ka qenë për sigurt. Për ndryshe, ju thash, përgjegjësinë për mos formimin e institucioneve duhet me kërku te i pari, se ai ka pas të drejt. Është i vetmi që ka të drejt, partia e parë është e vetmja që ka të drejt, me siguru shumicën, me dëshmu atë dhe me shku me bo qeverin. Do me thonë, aty s'kemi, kreqa kemi dashna, është me jep një opcion shtes, qeverin e unitetit, ja e kemi ardhë, e kemi elaboru këtu, kemi lyp mbështetit për partive tjera s'ka pas. E tash, prej partisë të tretë, me jalon përgjithsin, unë pajtojmë plotësisht, një armat pushtetarësh është marrë veç me LDK-n. Një armat pushtetarësh e ka sulmu LDK-n deri në celulat dhe nivellet ma të ulta, më falni. Do me thënë, kjo është e vërtet, po sa ka qenë ndikimi atje, na po i shohem votat, nuk e besoj që është e vetmi, ose nuk e besoj që është kjo kostoja më e madhe, por mbetet me analizu se është shumë ma gjithë përfshirëse, se janë shumë komponenta, mekanizma që pushteti i ka përdor gjatë kësaj kohë. E tash më vjen, neve na vjen keq që ndoshta na s'kemi mujt me rezistu gjithë mi dalë për balë gjithë asaj fuqie të pushtetit, po që kjo është realiteti. Veç një fjali, se po më doke që po kesh kuptohemi, unë s'po thëmë, asë nuk jem ka lypi fajtor. Unë që ka po thëmë që do të me bollë dhe këja, mu së më interesën kujna në fundi jetë faj. A individuale, a kolektiva, a struktura, sa ajo së më interesën, ajo është problemi i partisë, jo i jemi. Mu që ka po më interesën, edhe që ka pas qef me pape i LDK-s, për PDK-s e tjerve, është që me nëzirë analizën e sakt që mos me i përsërit gabimet. Ato do të bëjmë. Për mu që kjo është e rëndësishme. Absolutisht, ato e bëjmë. Unë nuk jam asë njëri interesum që thëmë du më janë gjithë fajnë që ti dhe pas taj slirona. Jo, nuk slirona e se rezultati është, menoj une, i rrezikshëm për demokracinë në Kosovë. Që tu e kam në shqetësimin, personal. E shumë ma shumë na interesan neve si LDK me pas pasqyrën e sakt, sepse në fund ditës mbi atë pasqyrë mandena dhe marim vendime, veprime të ashme. Kërë që edhe na jemi shumë të interesu me ditë saksisht me pike presje, pse kemi mri deri këtu, pa i mbyll syt ndaj pjesëve që s'na pëlqejnë, sepse jam i bindun që kemi me gjetë fakte që s'na pëlqejnë, që është shumë normale, dhe do të ishte gabimi më i madh me mshël sytë dhe me njëru. Jo, do me ballafaqsu me realitetin atje në terren, me të vërtetën në terren dhe bi atë realitet në terren me marrë veprimet edhe vendimet e ashme. Rama Boja, faleminderit për durimin në treguar. Nuk ka gjë, po sepse u kam tash arsye me qenë më i qetë. Këta që e kanë mbështetur LDK-n të ankohen, këta kolegët e mi kanë arsye e Jone dhe Besian, po ju drejtohem me Jone e Besian, se me një ma letë komunikojmë, sepse është përjetuar bukur si shok. Edhe për një arsye shtesme dhe Jone, sepse 14 para se me i gjyku kolegët që i ki në krahun të në majtë, do duhet të ishte ma arsyeshme, po besoj që do duhet me... Jo, këta du t'i kuptojnë, sepse aq angazhim kanë pasur, jo vetëm këta dy, po një armat e tërë e analistëve në për studio, e keni pas në mbështetje të plotë. Sakt. Mbështetje të plotë nga kanë pas. Po, saktër.